Lezhë është zgjuar këtë të diel nga shpërthimi një lëndë plasëse në automjetin e një efektivi policie. Ngjarja është regjistruar rreth orës 05:55 minuta në një nga lagjet e qytetit, teksa mjeti në pronësi të oficerit të krimeve shtetasit Gent Gjetja, 41 vjeç, ndodhej i parkuar. Si pasojë e shpërthimit, dyshohet me lëndë plasëse eksplozivi të telekomanduar janë shkaktuar dëme të shumta në makinën tip Volkswagen Golf, por fatmirësisht nuk ka patur pasoja në njerëz. Menjëherë pas ngjarjes, në lagjen Beslidhja kanë mbërritur forcat e policisë dhe grupi hetimor, të cilët kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat dhe për të identifikuar autorët e vendosjes së lëndës plasëse. Në zonë ka nisur sekuestrimi i kamerave të sigurisë me qëllim këshyrjen e pamjeve për të ndjekur itinerarin e autorit ose autorëve të dyshuar, identiteti të cilëve ende nuk është zbardhur. Në pamjet që janë këshyrur deri më tani, tha përsëri televizion një burim nga grupi hetimor, konstatohen 2 persona të dyshimt që lëvizin me një motorciklet, për të cilët po punohet që të identifikohen dhe shoqërohen për të marrë në pyetje. Efektivi të policisë i është marrë dëshmia nga kolegët e tij për të sqaruar nëse dyshon tek ndonjë person apo nëse ka patur konflikte të hapura, por mësohet se ka pretenduar që nuk ka asnjë konflikt.